Brother Radio. 28 minuta është ora e saktë dhe ne jemi live në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Velona Duro, Edea Demaliaj me ju për ju deri në orën 9. Hello Lona. Hi. Kishim disa kopa u takuar bashkë. Kemi kopa u takuar, po mendoj ky takim me Mjas Prime-eve është gjithmonë më i ndezur edhe po sigurisht. Jemi shumë të frymzuar për të folur, nuk dim nga t'ja nisim. Po. Atëherë kur të gjithë bëjnë plane ose kur të gjithë bëjnë sikur parashikojnë apo din diçka, edhe në jashtë. Po sigurisht dhe ata brenda të cilët prej 2 muajsh janë të izoluar nga çdo informacion, po I dëgjoja para pak ditësh, besoj, thanë këto janë hyrjet e fundit. S'ka më tjera. Se tani se ushive duket jemi njësoj siç kemi hyrë në fillim, 16-17 dhe po I numëroj atje. 1 2 3 është po I njëjti numër. Se di pse pas kemi bërë gjithë këtë numërimin. Kemi bërë të gjithë të numërimin. Po shikoja sa shumë djem ka në krahasim me vajzat, gjë që thash më duket shqetësuese kjo gjë dhe me ideologjin time. Nëse do jemi sinqert, thash okay, tani nuk hyn më askush, sepse është pak vonë në lojë për të futur banorë të rinj. Po jemi pa gabim duket. Ne jemi gjithmonë gabim se kemi një Big Brother të paparashikueshëm që her pas here tingëllon si klishe, po në fakt është I paparashikueshëm. Brikena po fliste para disa ditësh me Mateon dhe me Stenaldon, po thonin që këto besoj janë hyrjet e fundit se nuk ka më kuptim tani. Është një rrugtim që ka kaluar gjysmën edhe por ja që Big Brother ka plane të tjera dhe unë dhe Edea sot ekskluzivisht në Top Albania Radio prezantojmë banoren më të re, cila do t'i bashkohet shtëpisë më të famshme në Shqipëri ditën e shtunë në Prime-in e së shtunës. Do me thënë, edhe kur lexojmë lajmet që qarkullojnë në rrjetet sociale, në portale, do ketë hyrje të reja, ka më hyrje të reja. Do ketë hyrje të reja, madje tregojnë dhe me emra dhe prap ato emra nuk janë ose edhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që të zbulohet se kush do jetë një banor I ri përpara Prime-it, kështu që besoj është diçka jashtëzakonisht e veçantë që ta njohim pak më nga afër këtë personazh që do hyj shtunën, që ti filloni dhe ju ato drejt parashikime që I bëni, jo ju, po të gjithë ne nëpër tavolinë, mendoj se do luaj kështu, mendoj se do bëj këtë, dhe pastaj t'ja u kthej përmbys të gjitha parashikimet që keni bërë, edhe të filloni të heshni dhe thoni okay, s'po prononcohem më. Nga ana tjetër Edea ne duhet ta pranojmë se sa të vlerësuar edhe sa mirë ndjehemi sot që Big Brother edhe ne na ka besuar një lajm kaq ekskluziv. Unë mërzitem që është vetëm 1 orë se do doja shumë ta zhbirloja akoma më shumë, po do mundohemi në atë 1 orë ta njohim dhe është vërtet privilegj. Zonja dhe zotërinj, pas pak minutash në studion e Big Brother Radio në Top Albania Radio vjen Nicole, një vajzë që e kemi takuar para pak minutash dhe është aq e bukur, aq elegante, aq e sjellshme. Do doja ta njihni dhe ju të gjithë dhe të prezantoheni me banoren më të re të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother, e cila pas orës 20:15 na bashkohet në program për ta njohur më shumë si fillim, se pastaj ajo në qëndrimin e saj në shtëpi do mendon se do jetë si ai guri I fundit që hidhet në lojë, është ajo lëvizja e fundit. Nuk di çat mendoj më dhe nuk di çat më lër. Ta njohim, le ta njohim. Para se të shkojmë në publicitet, do doja t'ju thoja se ka final sale në Max Optica në -70% deri në -70% arrin uljet si për syzet optike ashtu edhe për syzet e diellit. Janë sigurisht markat më të fundit, janë trendet më të fundit. Mjafton të vizitoni një nga dyqanet Max Optica që është kudo ku ju jetoni, kanë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, po edhe nëse keni të pamundur t'i vizitoni fizikisht online në maxoptica.com edhe pak ditë zgjat oferta në minus deri 70%. Do të shkojmë në muzikë tani, ka bërë gati Skerdi dhe I gjithë grupi I regjisë atje mbrapa, këngën që na përshëndet, nëse të kujtohem është kishim Eglin dje në ndryshe. Egli Tako, Angelo, nëse të kujtohem. Mos u largoni nga Big Brother Radio se pas pak na bashkohet Nicole, banorja më e re shtëpisë Big Brother VIP 5. Gati. Ta thresim Nicole. Nicole në Big Brother Radio, banorja më e re shtëpisë Big Brother që nuk është se do hy sot, po. Presim deri të shtunë, ne I njohim sonte. Nicole, wow. Çfarë elegance, një bjonde e bukur, simpatike.
E bukur simpatike je. Mirë se vjen në radio. Kënaqësi për ne të kemi këtu sonte. Ja të hap dhe mikrofoni dhe jemi gati. Okej. Është hera jote e parë në një studio radiofonike, në një studio televizive? E vërtet, po. E para fare? E para fare. Me emocionet si e? Me emocionet mirë? Mirë. Ah, E ka okay. veten. U mundua mërë ta shkrinim këtë vajzë. Po, shiko, është gjë shumë e mirë që po e kalon provën me ne, se pastaj të hysh në shtëpi kështu si një diva e një vërtet. përgatitje, po. Përse vendose ti të hysh në shtëpinë e Big Brother, Nicole? Të them realisht është diçka që se kisha menduar kur, që do e bëja dhe për shkak se situata ime erdhi kështu siç erdhi, jeta ime, vendimet që mora tani dhe për shkak që jetoj në Shqipëri, është diçka që është një mundësi që të vijë një herë në jetë dhe mendoj që çdo kush që do i vinte do e merrte. Edhe prandaj. A mund ta di moshën tënde? Unë jam 23 vjeçare. Si ndihesh që të Në vjen lule kjo të moshës. mundësi në moshën 23 vjeçare, pra të frikson apo është diçka që thua jam gati? Mendoj që jam gati, ka ndoshta disa gjëra që do më duhet akoma ta njoh edhe unë veten, qoftë para kamerave, qoftë me se si është komplet situata aty me shumë njerëz. Por mendoj që jam gati, po, kam arritur atë mendoj për veten time pjekurin deri diku, kështu që. Ja ta nisim të të njohim ne nga Patjetër. afër. Nicole është emri yt. Po. Ke lindur ku? Unë kam lindur në Greqi. Në Greqi. Po. Okej. Aty ke jetuar në vitet e fëmijërisë apo? Nuk kam jetuar në fakt fare në Greqi, kam jetuar në Korçë, jam me origjinë prej Korçës, dy prindrit dhe vetëm kam lindur në Greqi, po. Okej. Edhe pastaj u vendose në Korçë? Po vendosa në Korçë, kam jetuar aty për 16 vite të jetës time, 15-16, on and off, kam jetuar edhe në Gjermani më vonë për 7 vite dhe tani jam kthyer këtu. Çfarë? Po fal, se duket sikur duam ta të mësojmë për shumë. E jemi kështu do të shtrydhim për kaq kohë sa kemi. Marrëdhënia jote me modelingun, çfarë moshe filloi, si u përfshive? Ka nisur e gjitha në Gjermani. Më parë, unë në fakt kam pasur të bëj pak me skenë, pak me jetën për shkak se kam qenë në balet për 6 vite në Korçë. Ajo më ka ndihmuar besoj edhe shumë që më pëlqej kjo lloj lifestyle-i gjithsesi. Edhe në Gjermani kam vazhduar edhe për baletin për 1 vit, për pjesën e modelingut, në fakt erdhi pak më parë, por ka qenë ndërlidhur, ka qenë në moshën 17-18 vjeçë. Kam bërë vetëm disa photoshootings si fillim dhe më pas kam qenë edhe me një agjenci modelingu aty. Si e ke parë ti Big Brother në vite? Se unë nga intervistat e shumta që kemi patur dhe me Edean, me ish banor të Big Brother, shumë prej tyre kanë thënë, kam qenë një shikuese e rregullt, kam ndërruar të jem një ditë në atë shtëpi, me qejf të madh, po pres të hyj në atë shtëpi. Si e ke parë ti në vite edhe si ndjehesh tani që je pak orë larg asaj dere, asaj porte që nuk do të hap vetëm dyert e Big Brother, do të hap shumë porta të tjera të jetës, mendoj unë. Mendoj që çdo edicion ka që ndryshe, edhe edicioni që është tani shumë nga vitet e tjera, ndoshta një lloj mënyre pak më, se di, janë ndoshta edhe personazhet që janë aty brenda, vitet e kaluara kanë qenë më të nuk po ve asnjë lloj epiteti më mirë Sa epiteti Më mirë apo më keq? Vetëm këtë ndaje. Viti, domethënë të këtij viti, Në krahasim me vitet e kaluara. Mendoj që pak më keq, se di për pjesën e lojës ndoshta, ose se si shumë situata po ndodhin aty brenda në shtëpi, mendimi im, me çfarë kam parë unë. Po ndër vitet e fundit po, nuk kam qenë ndoshta shumë e rregullt, po 2 vitet e fundit po, i kam ndjekur po. E mendoje ndonjëherë kur ishe në shtëpi që po të isha unë, e ke parë veten, se mendoj të gjithë duke invizionuar veten tonë deri diku e manifestojmë. Mendon se e ke manifestuar veten në Big Brother? Ndoshta po subconsciously po. Mendoj që po. Çfarë mendon ti se të bën ndryshe nga banorët e tjerë? Nga fakti që i ke parë gjithë këto ditë, gjithë këto muaj i ke ndjekur dhe kam përshtypjen se ke nga një etiketim për të gjithë. Çfarë të bën ti ndryshe nga ata që janë në shtëpi? Çfarë do shohim ne ndryshe tek ty? Nëse do shohim diçka ndryshe ose ndoshta Po, jo, është pjesa unë këtë kam menduar edhe kur i kam parë gjithë banorët, nuk mendoj që jam më e mirë ose që jam më e keqe se ta, mendoj që çdo kush aty ka vlerat e veta dhe zgjedh të tregoj çfarë ai do vet aty. Po te unë ka qenë pjesa që e kam parë ndryshe për faktin që nuk do sulmoja aty ku nuk duhet sulmoja dhe mendoj që shumë persona aty e bëjnë këtë gjë.
kapen ndoshta me disa tema që janë funditës shumë personale, kur dikush zgjedh mos I ceki vet. Okay. Edhe mendoj që do isha shumë fair, mendoj që do e tregoja atë empatin që mua më karakterizon. Për shembull, ja dalim në emra konkreta, nëse shumë e zjatë. Para se dalim tek emrat konkret, se më pëlqeu kjo që përmend edhe pjesën e empatisë. Në lojë janë dy, të paktën deri më tani, versione loje. Janë personat që luajnë me laps dhe letër dhe janë strateg, dhe janë dhe personat që nuk e perceptojnë Big Brotherin si lojë, por thjesht si një lojë njerëzore në sensin që ti zbulon se kush je ti në të vërtet pa bërë 2 dhe 2 baraz me 4. Ti do jesh stratege apo do jesh vetvetja? Mendoj që do futem vetvetja, e sigurt kjo, por strategjin do e ndërtoja. Një mix I të dyjave. Është një mix I të dyjave, një më të mirë nga të gjitha. Te konkrete tani, të flasim me emra. Nëse të pyes për ata që pëlqen më shumë, që preferon më shumë, që të pëlqen loja e tyre ose qëndrimi I tyre në shtëpi, karakteri, personazhi I tyre, cilat janë të preferuarit e tu, ata që të pëlqejnë më shumë dhe ata që të pëlqejnë më pak, për të mos thënë ata që të pëlqejnë, pa ata që të pëlqejnë më pak. Okej. Do e nisja në fakt nga komunikimi I Stenaldos. Mendoj që ai e mban shumë në rregull me çdo kënd. Normal, mendoj që çdo kush ka ato ulingritjet e veta. Mendoj që do e përjetoj dhe vet, mendoj që çdo kush aty e ka lëshuar pak veten apo ngritur më shumë, po është një komunikim edhe një artikulim shumë I drejtë, mendoj, me të gjithë të tjerët. Më pëlqen se sa funny është Greta në fakt. Po edhe se sa në fakt I merr situatat shumë lehtë ndonjëherë, po. Selin gjithashtu, po. Është tani akoma më shumë në fakt se më parë, duhet ta pranoj këtë, edhe mendoj që po. Ke thënë 2 banore që janë në nominim, ë? Për po, nga ata që të pëlqejnë më pak? Miri, nuk ka të bëj shumë me pjesën e se si janë situatat aty brenda vetëm, por se si po e tregon dhe ai tani në lojën e vet, veten e vet, nuk po kapem në situatat që kanë ndodhur. Nikol, nuk është se I njeh gruan e Mirit, ë? Jo. Jetu në Gjermani apo? Jo, Bëre Elbasan në Gjermani. Njeh gruan e Mirit në Gjermani. Jo. Po mirë, okay, Miri nuk pëlqen, po në rast se Miri është I njohur për këtë peshkimin e femrave, po e themi në këtë mënyrë. Në rast se ai të afrohet dhe mundohet që të bëj pjesë të lojës së tij. Mendon se do të visheshin syt në lojë apo je e qartë me? Jam shumë e qartë. Okej. Po. Unë jam shumë e lumtur për një gjë në këtë intervistë, që kur Nikol të vi këtu pasi të dali, që uroj të jetë I gjatë rrugtimi yt. Faleminderit. Si do bëjmë në para dhe pas. Prandaj bëj këtë pyetje. Do bëj një emision që do ta quaj çfarë thash dhe e mbajta. Se më ka lindur. Do hysh në Big Brother për të luajtur apo për ta shiju, për të jetu, për të kriju miqësi. Se kemi parë shumë kalimtar. Më thonë, ka patur dhe nga ata që kanë thonë, ore unë do hyj që të di njerëzit sa bukur këndoj, se sa bukur sfiloj. Ore do të shkoj vetëm ta preka të shtëpinë dhe pastaj se di se si do më shkoj. Madje edhe vajzat që kanë dalë në fillim kanë thënë që nuk e prisja fare të ishte kështu. Hyn me me një vrull dhe pastaj, po që nga e vështirë dhe prandaj ndoshta publiku. Domethënë keti në kokën tënde, në mendjen tënde një plan, do hysh për të luajtur, do hysh me strategji, do hysh për të bërë shef, do hysh për ta parë si është edhe të shkoj ku të shkoj. Okej, po. Mendoj që loja që unë deri diku e kam menduar apo krijuar në mendjen time ndërlidhet shumë me faktin që unë do jem vetvetja në atë lojë dhe mendoj që momentin që unë jam aty dhe nis këtë lojë thjesht do shfaq shumë më shumë nga vetja ime dhe momentin që unë atë e shfaq e marr dhe mbrapsht se si kënaqësi. Kështu që po, mendoj që do e shijoja shumë, por nuk do ishte thjesht një shijim dhe një eksperiencë thjesht. Dua një përgjigje të shkurtër përpara se të shkojmë në publicitet. Okay. Cila është gjëja e parë që publiku duhet të di për ty? E para fare. Do thoja shumë tani, kanë ngel edhe disa ditë që kanë edhe mundësinë të gjithë dhe unë vetë që ta shpalos veten dhe njerëzit për të njohur, por kjo ngelet për të parë. Sinqeritetin, ku diun brishtësinë, bukurinë, karakterin. Do futesha në diçka më brendësinë karakter dhe do shkoja me sinqeritetin, po.
Faleminderit që ma përmenda. Idea. Publicitet. Publicitet. A je gati të humbasë 7 kg për 15 shoca nga këto 100% organike që un kam në studio? Janë Fit Shots, si që thash, 100% organike. Dobësimi bëhet më i thjeshtë se kur. Mjafton të jeni të rregullt në konsumimin në pirjen e tyre. Këshillohet esëll në mëngjes. Pija magjike e quaj unë që ka panxar të kuq, limon, çaj oolong dhe uthull molle. Të gjitha bashkë kaq organike, 100% organike, quhen Fit Shots dhe nëse i konsumoni 15 të tilla, arrini të humbisni deri në 7 kg, unë them gjithmonë që duhet një çik aktivitet fizik, pak dietë e ekuilibruar dhe gjithçka shkon mirë për ju dhe për organizmin e metabolizmin tuaj që ndjehet gjithnjë më tepër energjik me Fit Shotsat që janë fantastike. Flasim me Nicole për ta njohur më shumë banoren e re që do të hyjë shtunën në shtëpinë e Big Brother. Flitet shpesh në atë shtëpi se ka shumë presion, sidomos për ata që kanë ditë qëndrimi aty, që disa vendime, disa gjëra i thonë në presion e sipër. Si reagon ti, Nicole, kur ke raste të tilla? Ne që kemi bollët, jemi të presionuar, të kemi ato momentet tona. Cilat një reagimet e tua? Një vajzë që i merr me qetësi, shtruar apo je impulsive edhe? Kam qenë shumë më impulsive, tani mendoj që kam veten shumë më në kontroll, edhe në situata të tilla gjithmonë mundohem që paktën ato 5 minutat e para ti marr për ta analizuar një thjesht situatën me veten time, për ta menduar çfarë është më mirë, qoftë reagimi, qoftë një kundërpërgjigje apo sidoqoftë situata. Kështu që mendoj që e kam veten në kontroll. Pra, merr më gjatë. Amerikanët kanë një shprehje sleep on it, thon. Pra nëse je me nerve, flit gjumë edhe të nesërmen shiko çfarë do bësh, po aty nuk ke kohë ta bësh këtë, vetëm për një arsye se ndërkohë që ti po flen gjumë, ata të tjerët kanë përpiluar 7000 planet e tjera. Nuk besoj që I wouldn't sleep on it there, po do merja ndoshta nga disa minuta do e bëja në disa sekonda. Shiko, po ta vësh re dhe përgjigjet i lënë çe kështu evazive, që ne ta zbulojmë më shumë. Jetë e sigurt që mos ta ketë para pasin të vështirë. Ajo ti nuk e di pse e thua. Deri ku do e toleroje ti një banor që ke përballë? Domethënë, deri ku i ke ato kufijtë tu? Që thonë shpeshherë i ke kaluar limitet e mia, ke kaluar çdo kufi edhe ndoshta aty del nga vetja. Deri ku e lejon tjetrin në limitet e tua? Deri tek ofendimi, mendoj. Çdo gjë mbas ofendimit është, domethënë, ofendimi dhe çdo gjë që vjen akoma më keq se ajo është shumë e rëndë. Po. Në momentin që një banor do të ofendonte, cili do ishte reagimi yt? Nuk do, në fakt them që do thjesht do injoroja në ato momente, sepse në momentin që unë ofendimin e quaj diçka kaq të rëndë, nuk do doja të veproja dhe unë aq rënd. Injorimi është armë e fortë, unë jam pro injorim. Pra, nëse do kishte një gjë që nuk do ta toleroje, është pikërisht kjo pjesë, që mos arrinte në ofendime që. A ke ti pika të dobta? Nuk të dëgjojnë banorët. Po, shprehu. Fol. Babi. Do thoja babi është një nga pikat e mia më të dobta. Po edhe që kam shumë, edhe më të forta njëkohësisht, po. Dhe maçoku im. Po, Noxi. Edhe ai, po. Çfarë do të mungoj më shumë nga jeta jashtë kur ti je në shtëpinë e Big Brother? Ndoshta ai zgjimi pak më vonë. Edhe po, gjumi, ndoshta do më mungoj. Shumë mirë. Tani do vim ke divanet dhe ke krevatet. Që mi kujtoj këto gjëra. Unë mendoj që një nga fjalët që është përdorur më shumë në këtë Big Brother është krevati. E ka thënë Ledioni në një Ledioni që ky ka qenë Big Brother i krevateve dhe është. Po, vjet ka qenë divani blu, divani kuq. Shiko, ti hyn në shtëpinë e Big Brother të shtunën, futesh kështu me gjithë thjeshin tënde dhe gjithë bukurinë tënde. Edhe i aty në mes, ku këtu në përgjithësi Rogerti dhe këtu në përgjithësi Brikena. Nga do të shkosh, Majtas apo Djathas? Domethënë ne i shohim në ekran, i kemi Djathas, Brikenën, Majtas grupin e Mirit, Rogertit, Stenaldos, Malit. Atëherë nga momentin që ne i shohim kështu nga në Djathë, në momentin që unë do futesha nga në Majt. Pritë nga trove. Atëherë, qofse ne po i shohim nga ekrani, do ulesha nga koltuku i djathtë dhe në momentin që unë do futem në shtëpi, do ulesha nga Brikena, Mateo, Selin, Gimbo. Pse do zgjedhësh të ulesh ande?
Me çfarë I kam parë unë dhe studiuar pak, mendoj që dhe kur nuk janë ato debatet, po ajo koha pak më e qetë, kam parë që bin biseda shumë të strukturuara dhe hapin dhe tema që ndoshta disa persona të tjera aty nuk e kanë as mundësinë dhe ti zhvillojnë në fund të ditës dhe mendoj që qoftë mosha, gjenerata, shumë gjëra të tjera që si fillim mua do më përshtateshin shumë. Mendon se do të presin mirë ata, sepse ata kanë formuar gjatë grupin e tyre. Mendon se do jenë aq krahapur kundrejt teje ose më saktë çfarë do bësh ti se është pak a shumë si ideologjia kur je në universitet, në shkolle të tjerë që ti sheh një grup që është I krijuar dhe ti ke dëshirë të bëhesh pjesë, po je pak I stepur se nuk është se I nje në personale. Normale, po. Mendoj që do më prisnin mirë, por ngelet për të parë. Vetën do të regojnë më motor dhe Cilët janë djemtë aty grupit? Është Alessia, Mateo, Gimbo, Tani, Tani jo, Tani. Se kam du dal diku tjetër unë ja. Dua kaq shumë ta pyes kështu sporadikisht Tani çfarë mendon ti? Mateo I zën. Tani I zën. Tani kam frikë se do t'i kështu. Syzet do t'i vishen me një shtresë apulli. Alesio se di. Ka një çun që të pëlqen aty brenda? Jo. Si jo? Jo. Asnjë tërheqje kështu nga këto? Jo. Se ç'kam një kimi? Jo. Shiko, zakonisht thon që kur hyn në këtë pikë të lojës kaq vonë ose kaq në mes ose jo që në fillim, pra ta lëm të hapur se për dikë mund të jetë s'është vonë, është më mirë vonë se kurrë. Po zakonisht thonë ose duhet ngresh zërin dhe të përballesh me protagonistin, antagonistin, bësh debate të forta, ku diun nga rasti I Rogertit edhe deri tek rastet e atyre që hyn së fundmi, ose duhet krijosh një lidhje në Big Brother, se lidhjet në përgjithësi ecin. Shiko, unë as njërën dhe as tjetrën, mendoj që ajo që do mundohem mund të sjell dhe ta masterizoj aty, do jetë shumë më mirë se kjo e para dhe e dyta që shumë të tjerë shikojnë si të duhur, nëse futesh në moment lojës, por unë jo. Kështu që do luaj si vetja. E rrallësh në këto kohët ku jetojmë. Po, shiko, se unë të pyetëm pak më parë, se duket të më marrim një intervistë. Intervistë po marr. Jo, si ka to intervistat e punës që. Ke parasysh? Na duhet edhe ajo pajisja apo gënjena thotë të vërtetën edhe jemi në rregull. Po, prandaj po them duket sikur. Apo ndihesh mirë në këtë studio? Po. Se duket sikur ke pak edhe mund ta heqësh atë gjën. Hajde. Po më thoje për ata që të pëlqejnë më pak se më duket sikur e lan për gjysmë, për Mendemirin, po më duket se kishte një listë më të gjatë se sa kaq. Po janë krijuar disa aleanca aty, kështu që Rogertin mendoj gjithashtu është agresiv. Momentin që nuk do ishte aq agresiv, mendoj që do ndryshonin shumë situata aty dhe për tjerët. Mendoj që është okay që çdo kush të ketë mendimin e vet. Jo çdo kush mund të mendojë njësoj dhe ndoshta as fare ngjitur mendimet me njëra tjetrën, por që tjetër. Po, aleancat që po krijohen aty vetëm sepse shumë persona mendojnë që ti jesh I fort në atë shtëpi, është veprosh aty ashtu, edhe kështu me këtë emër. Je më shumë queen e shtëpisë apo vajza e qetë që shpërthen papritur, apo ajo shtëpi e ka një queen edhe? Mendoj që do zgjidhja të dytë në gjithsesi sepse nuk më pëlqen ti vendos vetes. Pra vajza e qetë që shpërthen papritur. Po. Sepse titulli queen është I zën apo se nuk është e vetën shumë queen? Edhe sepse është I zën, por dhe në qoftë se nuk do ishte I zën, thjesht nuk do më pëlqente ti vendosja vetes një emër. Kë shikon si konkurentin ose konkurenten tënde më të fortë? Mendoj se të gjithë kur e shohim nga shtëpia, në rast se do ishim banorë që do hynin brenda, shohim që okay, ky është një pikë fort që unë duhet ta eliminoj. A shet dikë që thua me këtë, ndoshta jemi shumë të ngjashme, ndoshta jemi shumë të ngjashëm dhe dy nuk I mban një shtëpi që do të thotë që duhet jetë vetëm një. Ke dikë që unë do shkoja me pjesën që ndoshta nga që jam shumë e kundërt. Me shumicën? Me shumicën, po, do mendoja me Rogertin atëherë, po. Do thosha përsëri. Ja. Për shkak sepse jemi kaq ndryshëm, po. Me që jeni kaq të ndryshëm,
Rogerti apo ndonjë banor tjetër, kush mendon ti se mund të të bezdis më shumë aty brenda? Dhe jam duke bërë disa pyetje kështu fani, ë? Po, njëherë tjetri aty brenda se. Jo, do të mendoj që dikush, me këtu nuk do shkoj dhe ky do bezdisi në shtëpi. Me bezdisur jo, nuk do përdorja fjalën bezdisje jo. Thjesht ato. Sa ditë mendon se do durosh pa drama? Po them një tani se besoj që ditën e parë do e kem. Prisni nga Nikol, prisni. Në një debat përdor logjikën apo zërin më të lartë? Logjikën. Po. Çfarë zakoni të çuditshëm do zbulojnë banorët për ty? Ne të gjithë për ty, publiku dhe banorët brenda. Ke një zakon të çuditshëm? Nuk e dia do e quat çuditshëm për shkakun sepse është i imi personal, por minutat e para kur çoj në mëngjes më duhet thjesht qetësi absolute. Po të vjen Rogerti vetë. Po, e kam marrë parasysh. E ke marrë parasysh? Po, mendoj që Nikol dhe Rogerti, ju lutem të dielën në mëngjes, ndiqni Big Brother Visioni, njësoj me ta. Do të shkëputemi prapë për një hapësirë të fundit publicitare, do kthehemi edhe për 7-8 minuta të tjera me Nikol edhe t'ju urojmë pastaj suksese në shtëpinë e Big Brother publicitar. Postman dhe Grace duket sikur më erdhi postieri për të sjellë gjëra që kam porositur, po edhe nëse ti ke bërë porosi apo ke një biznes dhe dërgesat janë pjesë e përditshmërisë tënde, besoj ani këtë Postman, ashtu siç bëj unë dhe shumë shqiptarë të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, të cilët gjithnjë e më tepër lënë review të mira sa i përket dërgesave që çojnë dhe marrin me Postman nga Shqipëria në Kosovë për 48 orë dhe brenda Shqipërisë për 24 orë vijnë dërgesat nga Postman. Kujdeset për dërgesa që të fokusohen tek rritja e biznesit. Postman është partneri logjistik i shpejt i besueshëm, gjithmonë i shpejt. Fiksojeni. Postman, si e bën ai çuni me dorë. 2 telefonata të japin adrenalin. Postieri. Ose ishi dashuri ose postieri. Je single apo do ta shohim brenda shtëpisë? Unë jam single, po. Është e hapur për të krijuar marrëdhënie pra, edhe brenda. E pyeta nëse është lojtare e ftohtë Në apo rast se kam një pyetje, në rast se ndodh, po themi, që re në dashuri me dikë, le ta supozojmë. që le të ndodhi mos e bukur është. Do ishte shumë mirë. Do e sakrifikoje çmimin për marrëdhënien, pra kush do kishte më shumë prioritet për ty, fitoria apo kjo marrëdhënia? Pra do ishte çmimi i madh për ty fakti që gjete dashurinë, apo do thoje të gjet aty shumë mirë, të duat kam zemër, po unë dua të fitoj. Kam tjetër qëllim. Unë nuk po futem aty për të gjetur dashurinë, kështu që po futem gjej akoma më shumë veten, edhe ajo ndërlidhet me fitoren, po, kështu që. Mirë, e lëm dashurinë dhe themi ja, krijove një misi, një mikesh apo një mik aty brenda. Patjetër, po. Je gati të nominosh këtë mikun dhe mikeshën për lojë? Mendoj që varet nga situata. O, korçare, çfarë? Çfarë do të bësh ti nëse gjithë shtëpia për shkak një moment të kthehet kundër? Ndodh shpesh. Komplet, mendoj që mund të ndodhte, po, shanset janë pak të ulta që të ndodhte, por do vazhdoja të mbaja timen. Mendoj që unë kur e kam një mendim e bazoj gjithmonë në disa argumenta kyçe, kështu që do vazhdoja të bazohesha në to, po, do mbaja fjalën time. Sipas teje Nikol, kush është më i rrezikshëm, një lojtar që është shumë i zhurmshëm, apo një lojtar që është i heshtur? Zakonisht thonë që qeni që les të ha, për shembull, ose nga këto shprehjet. Po unë personalisht ata që rrin urt kam frikë. Do preferoja dhe unë atë, po, që do preferoja urtësinë gjithmonë, po, por që më të zhurmshmit zakonisht shkaktojnë edhe negativitet, përcjellin negativitet, kështu që, ja. A gatuan ti? Po. Po. Gatime kështu tradicionale apo ke një kuzhinë më të pasur? Po. Cili është specialiteti yt? Steak. Okay. Me mashed potatoes. Okay. Po. Ja. Merr ka vesh nga mishi me pak fjalë. Po kështu kërnac ka gjëra këtej nga korça. Edhe ato. Po çka ato skuqi një këtej. Tani, shikoj, ja bëjmë një kështu. Le të imagjinojmë sikur ne e dimë se si ti do të prezantohesh kur ty është të shtunën. Si më thon ato hukun e fillimit që do dëgjojnë banorët, ose edhe publiku. Të gjithë do i dëgjojnë. Huku për fillimin tënd. Nikol, banorja më e rrezikshme sa po hyri në shtëpinë e Big Brother. 1. E dyta,
mos u gënjeni nga buzëqeshja e saj. Dhe e treta, a është kjo finalistja e ardhshme? Si do doje? Po shkojmë me këtë të tretën. Shkojmë me të Mendoj që tretën. është më, po. Synoj direkt për çmim dhe finale. Mendoj që ja, Ja. po. Nice. Kam një pyetje pak më emocionale që të zbulojmë pak më shumë se kush jeti nga brenda. Mendoj që të Patjetër. gjithë njerëzit përpara se të hyjnë Big Brother, sado dikush mund të jetë i ndërtuar për atë lojë, ka disa gjëra në karakter që në atë lojë ndoshta rrezikojnë që ti të mos duhesh aq shumë nga audienca, të perceptohesh ndryshe, të keq kuptohesh. A ka një gjë tënden që ti ke thënë vetes, "Ok, ti je kjo gjëja, po këtë gjën do ta lësh te shtëpia sepse në fund të ditës kjo është një lojë dhe unë duhet fitoj." Pra, po themi, mund të jetë zëm edhe sinqeriteti shumë i madh ose brishtësia që ti thua, "Ok, unë jam e brisht, po tani kur ty brenda brishtësin do ta fus me dryn te sirtari dhe do luaj." Mendoj pritshmëritë. Po, pritshmëritë nga persona të tjerë, po edhe nga thjesht situata të ndryshme. Po, do doja që thjesht çdo lloj gjëje të shfaqej për atë që është dhe s'kishte pritshmëri shumë. Po. Nicole Projko është banorja më e re në shtëpinë e Big Brother dhe ne mezi presim ta shohim shtunën mbrëma, Faleminderit. si do të prezantohet, si do të hyjë në shtëpi, dhe kur të hyjë në shtëpi si do pritet. Tha që do të ulet nga krau kur rin Brikena, Selin, Tani, Alessio, Gimbo, Greta. Po, kjo Kurioze Mateo, janë për pritjen, se janë bërë Po, e kanë ndarë mendjen që nuk hyn më njëri dhe ja tek hyn një yll i bukur si ty që ne s'na mbetet gjë tjetër veç se të urojmë suksese, të dhurosh atë spektaklin tënd ashtu siç e ke menduar dhe siç e ndjen ti edhe Faleminderit shumë. të të kemi në studio sa më larg. Shpresoj. Bëjmë atë para dhe pas. Çfarë ke Patjetër. thënë edhe Se çfarë thash? lëshove atë para pas. Po sepse kam eksperiencë zemra, osa eksperjenca kam. Mos përmendim emra tani. E ulemi mbrapa edhe përpilojmë që si ka let vogël shumë. Nëse ke diçka të fundit për të ndarë me ne, je mirëpritur. Po e lëm me kaq. Po e lëm me kaq. zgjedh që për disa ditë të më njohin tamam dhe të më shohin 24/7. Kjo po, është komplet. Intervista jote e parë, Po. që do mbahet më gjatë se hera parë. Normale. Shumë suksese e dashur edhe Faleminderit. Suksese, Nicole. Faleminderit shumë. Edea, kalua mirë. Duke si me si një unë. tavolinë gocash kështu në kafe dhe folëm shumë lirshëm dhe sinqerisht me njëra tjetrën. Të urojmë gjithë mirat. Faleminderit shumë. ju që na ndoqët në Big Brother Radio. Rikthehemi sërish nesër në po të njëjtën orë, në orën 20. Jam me Inën që është eliminuar disa ditë më parë nga shtëpia e Big Brother nesër. Pa Kesin, vetëm me Inën. Shikoj, i thash, o goc, ke dal me Kesin, ke dal me Kunatën, ke fol për vjerën. A do vish çik vetëm? Është momenti të kesh Ta pak Elona një tha e kafe gjete, vetëm. tha. Po dhe mami thash mund ta marr. Gjithsesi, nesër mbrëma me Ina në Big Brother Radio natën. Faleminderit që ishte, faleminderit Nicole. Suksese. Faleminderit ju.